E kemi një intervistë tjetër në kuadër të Mirëmëngjesi Kosovë, bëhet fjalë për botimet e reja, për promovimin e librave, një libri i cili është bërë në Tiranë, po ashtu edhe në Prishtinë tash e ka radhën. Alesia Baliu është autore, po ashtu profesionin e ka edhe avokatina, është avokat. Duke që sa po kam rrinë në Prishtinë, ajo dhe direkt në intervista, po jo te kjo ambienti i bukur, te lagja Olpiana atje, te uta Mirëmëngjesi, përshëndetje për ty edhe për mysafirën. Ne kemi përmenë sot prej mëngjesit që koha e mirë, ja kështu dëshmija. Gjelbrimi është kështu shërim për syrim duke. Po pa tjetër edhe pikrisht dhe kemi dalur këtu në ambient e hapur për të folur për librat, pra si që përmendet edhe ju, të autores Alesia Baliu, e cila sot prej orës 17 do të bën promovimin në Kult Galeri. Është fjala për librat Tabula Rasa, paqëndrueshmëria e institucioneve shqiptare si dhe White Levite, për të cilat Alesia do të na tregon më gjithësisht në lidhje me këtë libra. Mirë se erdhe në Kosovë. Mirë se ju gjeta, është një kënaqësi të jem këtu në Kosovë, në Prishtinë. Unë jam besë në Kosovë dhe kënaqësi më e madhe akoma është të prezantoj dhe 2 librat e mi, cilët i kam botuar për dhënë një kontribut qoftë edhe të vogël dhe modest në shoqërinë shqiptare. Po, promovimi do të bëhet sot, pra si që përmenda prej orës 17 këtu në galeri, në Kult Galeri. Librat vinë do të thotë pas promovimit që janë bërë në Tiranë. Sa është rëndësishme të bëhet ky promovim edhe në Prishtinë? Kjo është shumë i rëndësishëm pasi librat faktikisht japin gjithmonë dije dhe duke u nisur gjithmonë tek dija dhe tek gjëja e re, është shumë e rëndësishme të shtrihet kudo. Dhe pa diskutim, unë si një vajzë e re që jam futur edhe fushës studimit, jam edhe një shembull nëse shumë i mirë dhe për rinin e sot me qoftë shqiptare, qoftë kosovare, se faktikisht më tingëllon pak çuditshëm kur them kosovare, se për mua jemi të gjithë Shqipëri e bashkuar edhe është një kontribut dhe një gjë e vyer që çdo personi duhet i shërbejë që të ketë mundësinë të studiojë dhe të ketë mundësinë të japë një kontribut modest për shoqërinë, po dhe të ketë frymëzimin për të librat, se në ditët e sotme sa ka ardhur dhe është zvogluar interesi mbi librin, mbi lexuesin shqiptar. Unë kam botuar 2 libra, libri im i parë është Tabula Rasa, paqëndrueshmëria e institucioneve shqiptare, që unë aty kam prekur tranzicionin 30 vjeçar faktikisht që ka prekur Shqipërinë, por mbi të gjitha dhe paqëndrueshmërinë që sa herë u ndronte politika, u ndronin dhe ligjet. Dhe kjo ndodhte sa herë që u ndronte pushteti, partia, këto i bënin ligjet sipas shefit. Dhe prandaj unë e kam titulluar Tabula Rasa, që është ajo gjëra që fshihet dhe kthehet po në zero. Sa herë ndroheshe pushteti, ndronin ligjet dhe kthenin po në fazën zero. Kurse librin tim të dytë e kam botuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New York, në një shtëpi botuese shumë prestigjioze, ku është një studim, po mbi të gjitha është një investigim lidhjen me rolin e kokainës të mafjes shqiptare në vendimarrjen politike dhe përfshirjen e tyre me figurat politikës shqiptare, por edhe më mbrapa si i përdorin këto para për t'i pastruar në parajsat e Dubai dhe më mbrapa për t'i investuar në fushatën elektorale në Shqipëri. E përmendet shpërlarjen e parave që mund të ndodhin, mirë po, a mund të përmendim ndonjë rast konkret që keni hasur gjatë hulumtimit, gjatë kërkimeve që keni bërë për këtë libër? Aty janë hasur shumë emra, po ty është ta lexosh dhe unë pa diskutim që doja u lë një kopje me kënaqësinë më të madhe, ndërto kanë qenë dhe emra të lidhur me qeverinë, emra të ish-ministrit Sajmir Tahirit, të Habilajve, të cilët kanë ndikuar me kanabizimin e vendit dhe këtë kanabizime kanë bërë duke përdorur pushtetin politik që ta influenconin, por si ato janë përmendura dhe raste të tjera, si vllai i Fatmir Xhafës edhe shumë raste të tjera që janë të lidhura të politikës me kokainën. Si ndikojnë këto në shkatrimin e vendit? Këto pa diskutim janë ndikues në 2 gjëra shumë të rëndësishme. Gjëja e parë që është shumë e rëndësishme është çfarë mesazhi jep ti në shoqëri. Se ti këtu ti heq mesazhin që individi duhet studioj, duhet doj librin, duhet punoj, por ti jep një mesazh që ti çdo gjë e mbyll me rrugë të lehta dhe nuk është kjo mesazhi që ne duhet përcjellim në shoqëri.
Kurse gjëja dytë që si ndikon tek vota, ndikon tek politika, ndikon tek arsimi, ndikon tek shëndetësia, ndikon tek gjithë politikbërja. Sepse ti duke marrë një model të drejtë nuk mund të ofrosh të drejtën, por vetëm një model i drejtë të ofron një shoqëri të shëndetshme, një shoqëri të drejtë dhe një shoqëri që primare dhe pa diskutim, që është mesazhi i dy librave të mi, qoftë tek libri i parë, qoftë tek libri i dytë, është institucioni, është ligji, është e drejta që çdo njeri ka për të bërë rrugtimin e tij në mënyrë të drejtë, në mënyrë të lishme, në mënyrë ligjore, nuk ka pse të jetë as droga zgjidhje, nuk ka pse të jetë as politika mbi ligjin, por duhet jetë ligji, duhet jetë e drejta, puna, kontributi që ta bëj dikë që të eci përpara në shoqëri. Dhe unë pa diskutim që dy librat e mi janë mesazh për shoqërinë, janë kontribut për shoqërinë dhe janë një indikator, do thoja unë, që si të ecesh përpara duke studiuar dhe duke dhënë kontributin tënd. A janë të shpeshta rastet që keni pasur rastin të hulumtoni dhe të cilat të ndikojnë të vendi, të institucionet, të shoqëria? Patjetër, unë karrierën time duke shkruajtur e kam nisur që në vitin 2020 që shkruaja botime në gazetat shqiptare. Mbrapa kam shkruajtur artikuj të ndryshëm në shtetet ndryshme të botës, si në Europë, si në Kinë, që unë i kam publikuar, që janë fiksë studime ligjore në cilat unë kam shprehur si ndikojnë gjërat aktuale të vendit. Edhe për shembull në rastin e Covid-19-s që zuri gjithë botën, unë kam bërë një shkrim të cilin unë e kam votuar jashtë shtetit, si ndikoi ligji, si ndryshuan ligjet gjatë Covidit për çdo shtet, se çdo shtet mori masat e veta të ndryshme dhe duke bërë me aktualitetin, duke lidhur problemet aktuale, kam shkruar pa diskutim një tematik tjetër ka qenë korrupsioni në Shqipëri, që ka qenë masiv, që ka qenë dhe një ndër kushtet e Bashkimit Evropian që ne jemi pjesë e BE-s, ka qenë lufta kundra korrupsionit. Dhe atë pa diskutim kam bërë prap një artikull ultimin që e kam votuar po jashtë shtetit. Kam një 10 artikuj të votuar jashtë, që më mbrapa pastaj unë nisa të shkruaja librin e parë dhe librin tim të dytë, se normalisht. Çka mund të ndikojë, do të thotë se gjërat përsëriten? Se i përket librit të parë që ka të bëjë me institucionet, politika, të ndryshimi politikave. Ka të bëjë me ndryshimin e ligjit më saktë dhe përdorjen e politikës për ndryshuar ligjin sipas dëshirës. Kjo është çështja deri në 2016 që është bërë pastaj reforma në drejtësi dhe neve sot po mund të kemi të paktën institucione të cilët kanë vepruar mbi politikën, se ne në 30 vite nuk kemi pasur kurrë një politikan që ka qenë i arrestuar, një ministër. Sot në shtetin shqiptar kjo gjë nuk është tabu, pasi sot ne realisht kemi individ që janë arrestuar, kryetar bashkie, kemi pasur ministra, kemi pasur ish president, kemi pas nivelet larta, dhe kjo është një lajm shumë i mirë sepse drejtësia dhe ligji po prevalojnë mbi politikën. Si mund të ndikojnë të rinia në Shqipëri, po ashtu të studiuesit, hulumtuesit që këto libra të hyjnë në punë për tema masteri, doktoraturës, apo të një qasje më të lehtë? Po patjetër ato dhe kanë qasjen më të lehtë edhe duke e lexuar historikun, sepse ti po nuk dite historinë e kushtetutave, po nuk dite nga inicion procesi, po nuk dite gjenezën, nuk mund të bësh analizën. Edhe unë që kam shkruar librat, kam marrë një sër artikuj, një sër hulumtuesish të tjerë, që unë i kam lexuar artikuj të ndryshëm dhe kam arritur pastaj të shkruaj librin tim, sepse mungesa e informacionit, dhe nëse unë nuk do shkruaja, dikush tjetër nuk do shkruante, ne nuk mund të zhvilloheshim, ne nuk mund të kishim as mendime të ndryshme, por do kishim mendime të njëjta. Prandaj normalisht ato ndihmon, edhe po të jetë ndryshe nga ajo çka mendon ti. Edhe një mendim ndryshe ty të ndihmon, të japësh një argument më të fortë pro asaj çka ti mendon ose pro asaj çka ti beson. Atëherë po flasim pak edhe për profesionin tënd si avokate. Po. Një profesion të cilin e keni dashur qysh në moshën e re, po ashtu jeni edhe e re edhe tash. Mirë po ju keni futur kësaj rrugë, do të thotë drejtësisë ligjeve. Po. Unë kam qenë apasionuar faktikisht mbas historisë që e vogël si lëndë dhe që në klasë parë thoja që unë do bëhem avokate. Dhe shikoja filma dhe e adhuroja avokatin. Dhe pa diskutim, kur fitova bursën për të vazhduar në shkollë, unë fitova shkenca politike, se kisha pikët shumë të larta, por që nuk pranova ta ndisha si studim, sepse unë doja të ndisha ëndrrën time. Dhe
i matë më regjistroj në një universitet ndër më të mirët atyre viteve në privat në Tiranë, dhe unë bëra të mundur të realizoja ëndrrën time. Unë kam bërë juridik përgjithshëm, mbrapa jam specializuar në master shkencor publik në drejt ndërkombëtare me profil penal, dhe mbrapa kam bërë shkollën avokatisë, cilën ka 5 vite që ushtroj si profesion. Dhe nuk e lash aty, pasionin e shtova dhe më zgjerë duke shkruar dhe publikuar po libra që kanë të bëjnë me fushën e drejtësisë, dhe ligji është themeli, është edhe baza e një shoqërie të shëndosh. Nëse ligjet nuk funksionojnë dhe nëse ligjet nuk respektohen nga qytetarët, nuk mund të ekzistojë një shoqëri e shëndetshme. Faleminderit, suksese dhe uroj që dita e sotme të jetë me përplot publik në kuadër të promovimit të librave të cilat do të bëhen. Faleminderit shumë dhe është kënaqësi e madhe të jem këtu në Prishtinë. Faleminderit, jemi së ardhur gjithmonë edhe pse jemi pjesë e Kosovës. Faleminderit. Një arsye më shumë. Faleminderit. Atëherë ndoqet bisedën pra me autoren e librave Alesia Valliu, e cila pra sot do të bën promovimin e librave, siç e përmendi edhe vetë, janë libra tabula rasa, paqëndrueshmëria e institucioneve shqiptare si dhe White Leviathan, janë këto libra të cilat do të ndikojnë po ashtu për të gjithë hulumtuesit, studiuesit dhe do t'ju ndihmojnë padyshim. Faleminderit shumë për këto informacione që sot për ne të përshikuesin edhe për promovimin e librit që do të jetë Prishtinë. Shpresojmë e urojmë të shkojë gjithçka mbare mirë.